kryetar. Dushëm, po të folin gjinja. Po me pa koment do të më shku. Të sa mos me full na. A një mirë? Faleminderit që më keni votu. Faleminderit tonve. Madhe të vogël. Faleminderit gjithë. Faleminderit që më keni votu, besoj që nuk më drani. Je më i fortë. Faleminderit gjithë. Faleminderit edhe juve. Edhe juve treve çati, edhe juve faleminderit. Edhe juve që më keni votu. Atëherë, si që do nderi edhe knatësia, këtu jem kandidatin dhe kryetarin e partisë për pushtet në fshatin Bardhash, i cili po e përcjellim këtë rast gjatë kohës sa është duke votu, ja ku po e shene këtu. Që të ma voten. Egzën Saidi, egzën përshëndetje, si e mirë, po besoj që është një super ditë sot, a? Premtime... Po dita ma e lumtur e jetës time është sot, jam shumë gati që ta marrë edhe pushtetin dorë për cilin edhe kam luftu. Keni luftu gjatë, besoj. Kena luftu edhe kena projekte shumë madhore, inshallah të Zoti na me morë sa ma shpejt se ku që kena me po kena zdi. Mrekulli o burë. Shumica e mjeteve financiare që derdhen në komunën e Prishtinës vinë prej Bardhoshit. 100% Bardhoshi e mo Prishtina. Mos me kom Bardhoshi sot ta mshitin Prishtina. Asasin Ferizaj se lojnë më shumë. Dhe më thonë premtimi em në këtë fushat ka qenë që Bardhoshit të pavarësot urgjentisht. Pse? Mu pavarësot. S'kona, pse na me që pare në Prishtinë? Na du të me mojt paret për vete. Tjetër që kom premtu në këtë fushat ka qenë që abdën projekte të mdhoja të vogla. Jo, këtu të mesmet njëherë, se të Jo të mesme nuk kam, i kam mdhoja dhe të vogla. Të mdhoja të më vynë edhe 4 vjetë tjera, të vogla t'i kam qëtash. Voglat, okej. Po projekti por ka qenë që dhe me thonë në Badëfs, na me hedhë kryp. So ma shumë kryp me hedhë që me pos mundësi Prishtina me pos detin e vetë. Do me njëherë na me gjeneru tortna prej detit. Mulja vllave na. Me pos një lidhje të rrugës dhe me thonë Badëfs Llogaro. Dërmi me dalë për 20 minuta. Edhe pej Bardhoshit direkt me dalë për mes kanalit që është me dalë në Badëfs. Bardhoshi pavarësum, doja ato. Tjetër, që akum propozune që të pamartuarit, deri në moshën 30 vjeqare, detyrimisht të martoj komunë. Ti mos me ator, puna të 30 vjetë mos më martu. Ja edhe asë të në pejgjaj. Komuna ta gjonë ty. Me njerë, të si të bën 30 vjetë në det thirë komuna. Edhe me darsëm, me ketë me të organizuar këtë. Krejt. S'ka të darsëm. Tjetër, trafikun urban, me mbyllë, 100%. Edhe, do me thonë, trafikun urban me bo se cili banor me pos mundësi me udhëtu me të cikën ba. Me pos këmbin VIP, me frigorifer, me kofe, me smetar njërës në autobus. A ki bilet, pa bore ki, veç a jetë që pa kondukter, pa përgjë. Edhe besoj që pjesa ma kryesore këtë janë të me thonë hapsirat e gjelbra. Hapsirat e gjelbra mi rafsh, mi po rafsh me tu. Mi u kojtë nënë, mes me lanë ven me mjëllë të rëkën. Edhe ketë banesa me njës, me njerë. Bardhoshi me njerë më zhvillu për të përpola. Veç për pjetë me shku. Që si farë banesa që pe kritin qilë. Këto janë veç projekte shumë të vogla, po besoj. Po në katë që jo kësmet edhe 4 vjetë tjera mi mora. Po në se di, trupi po në shqetet të ty. Po t'i ke një shumë kësi rënë, Faleminderit shumë që i kënda kohën tonë qmushme, po për ata që nuk votojnë? I premtoj, se cilë që ma ka premtu votën, e nuk ma jap, kena me himi numru. Për shembull, familja Hasimja na ka premtu 4 vota, s'na dolin 4 vota, nuk kena me kryt në këtë me tesh. Hesh, këtë kena me këthy, hesh, s'ko me t'jem shumë asjesh. Po besoj që është e sinqertë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe pitije që na përcjellë dhe na ke suportu këtë fushatë. Faleminderit shumë. Ishim në... Nga shpioni, nga Miloti, ju përshëndesim. Faleminderit shumë. E 339.309. Po me të shkjurë bugjeti ju. Bugjeti ju në veç Bugjeti privat.
Po te gjok, ku jeta o zemrën? A dëni me dojnë me më vërtu se da ja? A një mboj, thonë dreqi, po qysh bre mboj? Po që po të vinë boje, po t'ja 3-4 jetë se ki ma shumë, ta dreqi jetë, një kom këne, një kom aneki. Zotit të rrë. Kokrën me orë me maqit. Pik. Pik. Do që më kështu një material të përgatitur nga kolegu in Milot Halsimi, e që ishte mjaft interesant dhe atraktiv për të na relaksuar pak